Atë që nuk e bën qeveria apo bashkia, po e bëjnë vetë banorët. Kjo është panorama që vjen nga fshatrat e thella malore, Gostomis dhe Vërqisht në Përmet, të cilët prej muajsh përballen me izolim për shkak të kushteve të vështira të rrugës së amortizuar. Të lënë pa ndërhyrje nga institucionet qendrore dhe vendore, banorët u detyruan të përvishen vetë punës, me mjete rrethanore, kazma dhe lopata. Ata nisën riparimin e rrugës, e cila në gjendjen aktuale është pothuajse e pakalueshme, jo vetëm për mjetet e zakonshme, por edhe për shërbimet emergjente si autoambulanca dhe zjarrfiksja. Banorët shprehen se prej vitesh kanë kërkuar ndërhyrje nga bashkia dhe institucionet përgjegjëse, sa premtimet nuk kanë munguar, sidomos gjatë fushatave elektorale. Megjithatë, sipas tyre, deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për rikonstruksionin e kësaj rruge jetike. Kjo rrugë është lidhja vetme e këtyre fshatrave me qytetin dhe shërbimet bazë. Në verë, pluhurit dhe gropat e bëjnë të vështirë kalimin, ndërsa në dimër balta dhe rreshjet e izolojnë më tej zonën. Në mungesë të zgjidhjeve institucionale, banorët po përpiqen të mbajnë gjallë lidhjen me botën përreth, duke treguar se nevoja dhe mbijetesa shpesh i detyrojnë njerëzit të bëjnë vetë atë që duhet të ishte përgjegjësia e shtetit.